Radha është tani për mysafirët në studio, të ftuar janë Hasan Shala, avokat mirëmbrëma dhe mirë se vini zoti Shala. Mirëmbrëma, mirë se gjetëm. Ardian Bajraktari, avokat po ashtu, mirëmbrëma, mirë se vini zoti Bajraktari. Kënaqësi, faleminderit për ftesën. Do të nisim me ju zoti Shala, fillimisht për atë që mori vendim sot Këshilli Prokurorial, refuzimin për të kthyer në punë të 5 prokurorëve serb në prokurorinë e Mitrovicës. Si e pat këtë vendimarrje? Po, vendim të korrekt dhe të ligjshëm. Konsideroj se ka marrë bile ky vendim është i vonuar, nga se do është të i vlerësojnë ndërheqjet e ish prokurorëve, po edhe gjyqtarëve, që moti nga se këtu nga nëntori viti 2022 këta kanë dhonë ndërheqje dhe se ajo ndërheqje ka arrit me koordinim me Beogradin, kështu që konsideroj që është një qëndrim korrekt edhe i ligjshëm, nga se asnjë janë konsumuar të gjitha fatet ligjore për të më kthy këta në punë. Por, a kishte një vendimarrje të mëhershme të KXK-s në atë periudhë, që lente hapësirë tyre të ndërheqjeve të kthehen në punë, gjyqtarëve dhe prokurorëve? Me vetë faktin që nuk kanë vendosur. Këta kanë lënë një hapësim për me se sigurisht kanë menduar që do të kenë edhe presion politik, si nga ana politikës tonë, po edhe ndërkombëtarët mirë, po askush s'mund të jetë përmi ligjin, kështu që të gjithë këta duhet, nëse janë të interesuar, kur të shpall konkursin si KXK-ja, si KPK-ja të kandidojnë, mirë po edhe unë mendoj edhe këtu se edhe të integriteti të kanë një minus, nga se kur e dhon ndërheqja ma shumë arsyetim politik se sa me një interes që kanë posë. Prandaj mendoj që edhe aty këta kanë mundësi që të vinë, kështu që konkursi duhet hapet për gjithë qytetarët, se kishme qenë jashtëzakonisht një presedent i rrezikshëm nëse ish meratu por propozimi është që presidentja me dekret t'i lirojë nga detyra dhe se të përfundoj ky rezultat. Zoti Bajraktari, si pat ju këtë vendim të KPK-s? Fillimisht kjo është pak sa e vonuar për faktin se siç dihet ka një kohë relativisht të gjatë kur kjo çështje ka mbetë pezull. Megjithatë, është vendim në soaza të mandatit, përgjegjësisë kushtetuese dhe ligjore që ka në rastin konkret Këshilli Prokurorial. Tash mbetet në ditët në vazhdim për me pa në rast se të njëjtën do ta vazhdoj edhe Këshilli Gjyqësor ose do të ketë ndonjë vendimarrje tjetër, mirë po megjithatë unë besoj që më në fund Këshilli Prokurorial i dha epilog këtij procesi. Për më tepër do të më pas parasysh faktin që ndërheqja është akt, është veprim individual dhe si i tillë prodhon pasoja që me rastin e paraqitjes, madje edhe gjykata kushtetuese pa të interpretuar në rast të një kryetari të komunës ku pa të thënë që qoftë edhe në rast se ajo thuhet ose në formë deklarative, e njëjta duhet me prodhu efekte për rrjedhoj duhet më ndërmarr veprimet. Për më tepër vlen të theksohet fakti që siç dihet tash me vetë paraqitjen e kërkesave të tyre në drejtim të tërheqjes së ndërheqjeve, nënkupton që ato janë marrë të imponuara nga faktorë të jashtëm, dhe unë besoj që sistemi tonë të drejtësisë e aq më tepër gjyqtarë dhe prokurorë nuk do të duhej dhe nuk i duhen persona të cilët nuk kanë as integritet minimal për të vendosur madje as për fatin e tyre. Prandaj në këtë drejtim do të cënohej edhe më shumë besimi me theks veçantë në këta persona se sa janë të denjë dhe me integritet për të vendosur në raport me atë çka në fakt i mandaton kushtetuta dhe ligji. Prandaj vlerësoj që më në fund kjo çështje për sa i përket sistemit prokurorial morri epilog, tash mbetet të shihet se si do të arrijnë gjërat në ditët në vazhdim. Procedura tutje i bie që duhet të ketë konkurs të ri apo jo për pranimin e prokurorëve të komunitetit serb. Fillimisht duhet me paraqit propozim për lirim nga detyra, natyrisht që pastaj me dekret presidentja në detyrë në rastin konkret e vendit vendos, ndërsa për sa i përket çështjes së pozitave të lira këto dhe të tjerat natyrisht që është detyrë e Këshillit Prokurorial në rastin konkret që të shpall konkurs dhe të bëj plotësimin e pozitave të reja. Dhe zoti Shala, pikërisht ushtruesja e detyrës së presidentit Albin Haxhiu ka dekretuar kryeprokurorin e ri të shtetit. Në fund Kosova bë me kryeprokuror të ri. Po, është një mirë që më në fund pas 4 vite më shumë që të kemi një
prokuror të ligjshëm, nga se kemi pas që 4 vite vetëm ushtrues detyrë të prokurorit me kompetenca jashtëzakonisht, ai ka mujt mi pas kompetencat, po këta si prokuror, udhës i kanë qenë shtetit, nuk i kanë zbatuar ato siç parashihet edhe siç e parashon edhe kodi i procedurës penale dhe ligji për Këshillin Prokurorial, por është një mirë që kemi tani një prokuror që dhe ushtron detyrën në bazë gjitha kompetenca të ligjshme. Shumë buje madhe, shumë e madhe që të bërë për çështjen e kryeprokurorit të ri. U zgjodh shumë lehtë. Po nuk ka pas vullnet dhe interes me zgjedh kryeprokurorin e shtetit, nga se vetë kryeministri edhe ish presidentja, edhe pse kryeministri nuk ka kurrë kompetencë lidhur me emërimin apo dekretimin e kryeprokurorit të shtetit, ai ka ndërhyrë në këtë çështje dhe gjithmonë do të bile edhe para deputetëve ka thonë se nuk mund të zgjedhet Blerimi Sufaj, nga se nuk e don kryeparlamentari, nuk e don kryeministri, nuk e don edhe presidentja. Kështu që ai ka ndërhyrë edhe në kompetencat e presidentës, por edhe të Këshillit Prokurorial. E tash këtë Zënil Llagashën po e duan? Tash po shiqoj, është vlerësohet puna kryeministrit në këtë çështje është shumë interesant për shkak se vetë publikisht ka dalë ka thonë Blerimi Sufi nuk bën me u zgjedh për shkak se vrasjen e ka bo, vetë vrasje që aludonte në Dina Hasanaj edhe një person dukan bum duket, ato vetë vrasjen e ka bo vrasje, kështu që e ka bastardu dhe çështjen aq shumë larg, sa që vërtet ka qenë problem çështja e zgjedhjes së kryeprokurorit shtetit, edhe pse konsideroj se kryeprokurori i prokurorisë speciale ka kompetencë jashtëzakonisht të mëdha. Bile është mund të them që ai ka prokurorive më të rëndësishme, definitivisht. Prandaj edhe këtë detyrë kryen me nder, sa unë besoj, edhe se deri në përfundim mandatit të tij ai do ta zbaton ligjin dhe kushtetutën për këtë autoritet. Emri i kryeprokurorit të ri, Zënil Llagash, cili vlerësimi juaj? Po, nuk e njoh unë mirë këtë se unë në karrierën time kam qenë civilist. Po. Edhe shumë pak kam pas punë me prokuror. Me Blerimin kam pas se ky ka qenë edhe kryesuesi i Këshillit Prokurorial, kam pas takime pak më shumë. Prandaj ky në karrierën tjetër ky ka qenë antar i Këshillit Prokurorial, ka qenë kryeprokuror i Prokurorisë Themelore në Prishtinë. Kështu që ato meritat i ka vetat lidhur me këtë çështje, prandaj por rezultati puna e tij do të shihet tani. Baraktari, për kryeprokurorin e ri, Zënil Llagash. Po natyrisht fakti që kanë gjallë edhe interes edhe interesim për opinionit është mëse normale, sepse flitet për njërën prej pozitave më të rëndësishme jo vetëm brenda sistemit të drejtësisë, mirë po pozitë jashtëzakonisht të rëndësishme në shtet. Dhe më në fund, pas një periudhe relativisht të gjatë dhe në bindjen time për një periudhë bukur të gjatë edhe të parësyshme, Kosova më në fund ka tashmë kryeprokuror të ri me mandat kushtetues dhe ligjor, për çka natyrisht që besoj dhe shpresoj që do të arrijë me kry detyrat dhe përgjegjësitë e tij kushtetuese dhe ligjore. Ç'është e vërteta Këshilli Prokurorial me atë sa kemi pa dhe me atë sa kanë thënë edhe pjesa dërmuese e organizatave të shoqërisë civile që kanë monitoruar këtë proces, ka qenë brenda parametrave me çka ka garantuar një proces me integritet dhe ka garantuar një proces transparent, një proces meritor, që natyrisht ka rezultuar pastaj me propozimin për dekretim të kryeprokurorit. Vlen theksohet fakti që Prokuroria Themelore e Prishtinës marr parasysh edhe faktin që është territorialisht njëra prej prokurorive me territor më të gjerë, vlerësoj që pas Prokurorisë Speciale është njëra prej prokurorive më të rëndësishme në vend, cilën për një periudhë kohë ka udhëheq kryeprokurori Gashi, për çka besoj që edhe përvoja e tij në kuptimin menaxherial në bindjen time e ka bërë atë nuancën e diferencës në raport me kundër kandidatët e tjerë. Dhe unë kam thënë edhe një prononcim tjetër, çdo njeri për këtyre 5 kandidatëve në rast se do të propozoj për dekretim, besoj që do të ishte në rregull, sepse dallimet edhe në raport me pikët, edhe në raport me atë që e kanë monitoruar procesin kanë qenë jashtëzakonisht të vogla, mirë po megjithatë është një gjë e mirë që më në fund Kosova tashmë ka kryeprokuror të ri, për çka natyrisht që ka punë të mëdha në drejtim të menaxhimit të sistemit prokurorial, sepse për dallim prej sistemit gjyqësor
kryesor ku gjyqtarët janë ekskluzivisht të pavarur. Sistemi prokurorial i ka disa specifika më të veçanta që natyrisht që vënë në pozitë të favorshme në drejtim të udhëheqjes së sistemit prokurorial, për çka unë besoj dhe jam i bindur që zoti Gashi do t'ja arrijë. Desha të shtoj edhe diçka rreth procedurës së zgjedhjes kryeprokurorit të shtetit, konsideroj se është një mangësi, edhe ajo është një mangësi jashtëzakonisht e madhe, për shkak se nuk është përmbyll konkursi kur është nominu Blerimi Sufaj për kryeprokuror shtetit. Derisa nuk është i mbyllur ai konkurs, nuk do është që të hapet, do është të përfundoj, apo të anulohet konkursi, atëherë të hapet konkursi për emërimin apo për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit, për shkak kemi edhe në padi në gjykatë që kontestohet dhe zgjedhja. Konsideroj se është shkelje, pse gjithmonë sipas ligjeve të cilat janë të aplikueshme, një konkurs kur të hapet duhet të mbyllet, apo të anulohet. E këtu në rast konkret, as nuk u mbyll, as nuk është anulu, është pa konkursi i ri, edhe ka zhvilluar procedura. Konsideroj se ka me pas një pengesë, por të shohim. Gjykata do të vendosë një meritore. Për te këtij procesi në vazhdimsi ka megjithatë sa i përket kësaj çështje, me sa jemi në dieni, në ditën kur është kthy prej presidentes, pavarësisht që është kthy paksa në formë profide me një formë të njoftimit, mirë po megjithatë pavarësisht emërtimit të aktit, vlerësoj që palët e autorizuar kanë mund që atë të adresojnë në gjykatën kushtetuese, sepse kjo fundit nga viti 2016 me rastin e vlerësimit të një qarkore të qeverisë së Republikës së Kosovës së atëhershme, ka thënë që nuk është e rëndësishme emërtimi, mirë po e rëndësishme është përmbajtja, prandaj në bindjen time Këshilli Prokurorial duke e dërgu madje edhe disa herë bile çështjen e emrit të zotit Yusufaj, mirë po si rezultati mosveprimit të presidentes, është dashur palët e autorizuar ta dërgojnë çështjen në gjykatë kushtetuese dhe kjo fundit e vlerësojnë se kemi te kalim të autorizimeve përkatësisht diskrecionit të presidentes në raport me kthimin e përkatësisht mos dekretimin, e që në bindjen time njëra prej fajtorëve që Kosova nuk ka pasur relativisht kohë të gjatë kryeprokuror të shtetit me mandat të rregullt, krahas Këshillit Prokurorial në bindjen time ka qenë edhe institucioni presidencës, përkatësisht presidenti i vendit, për faktin se e ka mbajtur një kohë relativisht të gjatë dhe në fund përmes të njoftimi në drejtim të ikjes asaj terminologjisë ose në drejtim të mos shkumjes eventuale në gjykatë kushtetuese, nuk kanë nxjerrë dekret fare, mirë po në bindjen time, pavarësisht emërtimit, palët e autorizuar kanë mundur të adresojnë në gjykatën kushtetuese çështjen e mos dekretimit nga ana e presidentes, ndryshe në bindjen time, megjithatë gjykata do të vendosë në raport me këtë çështje, mirë po në bindjen time Këshilli asaj kohe e ka kryer punën duke e dërguar çështjen në presidencë, por presidenca ka qenë ajo që nuk KPK-ja është pa konkursin. Presidenti nuk mund me anulu konkursin. KPK-ja ka shpall konkursin, e ka qenë çështjen e presidencës. Presidenca... Çka u bë me konkurs? Konkursi sipas duhet të mbyllet konkursi apo të anulohet konkursi me që nuk ka pas sukses të zgjedhjes. Bie që është anuluar. Po s'kemi vendim. Duhet me nxjerr vendimin për prokuroria e shtetit do të me nxjerr vendim me anulu konkursin, edhe atëherë me shpall konkursin e ri. Ne kemi konkursin e hapur. Zgjedhja e jashtëligjshme. Po jashtëligjshme është jashtëligjshme. Po jashtëligjshme është për shkak se nuk është anulu konkursi kur është nominu Blerimi Sufaj. A çka u bë me atë konkurs? A din kush më thon çka u bë? Presidenta nuk mund të me anulu konkursin. Konkursin e dosh me anulu Këshilli Prokurorial. Ka edhe një afat konkursi. Po dosh me nxjerr vendim për anulimin, edhe për afat. Edhe për afat. Konkursi e kandidat, prej 15 deri me 30, korrekt azëm. Shumë rregull jemi. Dhe anulohet rrjedhimisht i dihet që ka skaduar. Jo, duhet më marr vendim për mu anulu konkursi. Që nëse nuk anulohet konkursi, nuk mundet konkurs mbi konkurs mu shpall. Kjo është. E të shohim, ne kemi tash... Megjithatë, kjo çështje në gjykatë, gjykata do të vendosë. Masën e përkohshme, siç dihet, e ka refuzuar. Është shumë rregull, se nuk e ka marrë për shkak se nuk mund të jesi me masë përkohshme institucion për mos zgjedhë. Ajo shumë korrekt është. Mirë po. Kur në karrierën time
Nuk ka ndodhur. Qëtë shpallet konkurs mi konkurs. Duhet përfundon një konkurs për më shpall konkurs i ri. Kjo është procedura. Tash, au qkap, au kap? Unë e kam thonë për vetë vendosje dhe kam atë qëndrim edhe sot, këta gjithmonë e kam pas kauzë dhe kanë luftu për me shkop, për me kop sistemin. Kjo ka qenë qëndrimim edhe në bes pranë që ati qëndrimi. Se do në tëre që Zënëllëgashi është me ta? U po edhe sot se edhe në Këshill Prokurorial pat politikë, si nga kryesuesi i prokurorisë, si nga prokurori i shtetit, votun kundër që këtij qëndrimi. Që ky qëndrim është i ligjshëm dhe korrekt, po bën politikë ata. Dytë. U bë politikë edhe në KPK? Në ledhin e sot? Po shqeqa atua, po je ka kupton ti. Besoj që po. Bën politikë kryesuesi i Këshillit Prokurorial me prokurorin e shtetit. Ata votun kundër, edhe pse, edhe unë jem plotësisht i vetëdijshëm që kanë qenë se ata ky veprim dhe qëndrim i Këshillit Prokurorial ka qenë shumë i korrekt dhe i ligjshëm. Bile kry prokurori i shtetit tha nuk jam i njoftuar për këtë rast hiç por atu se s'ka jetu këtu. E ka ditë fort mirë, po bën politik. Kjo është. Këshilli Prokurorial, Këshilli Gjyqësor nuk janë për me bëu politik, për me plotësuar vullnetin politik, po ata janë pavarur që duhet me vendosë gjithmonë vetëm tu e zbatu ligjin. Meraktari, akuzat kanë qenë të tilla, pra. Vetëvendosjes në veçanti për kapjet e sistemit drejtësisë, kryeprokurorit të shtetit, të tjera prokurorisë, me këtë rast me zgjedhjen e Zënëllëgashit? Mbi të gjitha, tash mbetet me u pa, në raport me përgjegjësinë se si do të reflektoj, se si do të kryejë detyrën që e ka, është jashtëzakonisht sfiduese. Për çka besoj dhe shpresoj që duhet me dha hapësirë, duhet me dha mundësi, indikacionet edhe paraqitjet edhe sot mja që është në Këshill, por edhe ajo me marrjen e mandatit kanë qenë që do të shkojnë në funksion të detyrave dhe përgjegjësive që i ka. Prandaj unë a priori jam për me dha hapësirë që me u dëshmu brenda një periudhe të caktuar kohore, për çka ne këtu do të jemi, besoj, nëse do të na ftoni, prap do të vime dhe do të diskutojmë edhe punën dhe eventualisht mos punën e institucionit prokurorit së shtetit në përgjithësi e kryeprokurorit në veçanti, por megjithatë unë jam optimist që duhet me dha hapësirë që i njëjti me u dëshmu në raport me përgjithësinë dhe peshën e përgjithësisë që e ka, sepse ka pas diskutime jo të pakta edhe me performancën e tij me rastin e intervistimit, edhe disa fotografie të ngjashme që në bindjen time. Ta shetutje do të duhej me qenë pak më i kujdesshëm, madje shumë i kujdesshëm edhe në raport me fotografitë, sepse besimi i publikut në mes të tjera është jashtëzakonisht i rëndësishëm, prandaj nuk duhet të lihet hapësirë edhe perceptimit të opinionit publik në raport me punën, prandaj unë çdo herë jam që çdo kush që ka përgjegjësi duhet të reflektoj me peshën e përgjegjësisë dhe krahas asaj duhet me i marr parasysh edhe konotacionet edhe efektet e veprimeve të tilla. Mirë, po megjithatë besoj që duhet me dha hapësirë që me u dëshmu i njëjti në të ardhmen. Zëshala, nuk di nëse keni parë apo jo një qëndrim që e kështë shprehur Albin Haxhiu pikërisht për një prokuror që kishte shkuar në zyrë dhe bëhej fjalë pikërisht për Zënëllëgashin për një rast. Me të drejtën as i dëshiroj të lëshuam në këso farteme, për shkak se vërtet qëndrimet disa politikanëve tonë para ditët thonë diçka, mas ditët thonë diçka tjetër, këtë varë për interesave që i kanë në politikës. Për këtë arsye, mendoj edhe atëherë kur ka shpreh këtë deklarimin ka gabu Ministri i Drejtësisë, për shkak se nuk u dashti merë të dalin publikisht ato çështje, po bile sa më duket e ka paraqitur rastin në polici. Edhe tani i mohon ato, po vërtet jetë nivelit ulët që dhe unë të merë me ato deklarime tyne, për shkak se ta politikanë tonë gjithmonë më shumë e kanë interesin e vetë personal se sa interesin e shtetit. Dhe gjithçka po na lidhet me presidentin, me çështjen e presidentit, me ushtrysën e detyrës së presidentit pikërisht Albin Haxhiu, duhet të rras seancë konstitutive për ta konstituar kuvendin në Kosovës, zgjedhjen e kryesisë, kryetarit dhe nënkryetarëve. A presni që të ketë seancë së shpejti?
Që UD-ja presidente që është Albulena Agji ka për obligim kushtetues që mbrana 30 ditëve të caktoj mbledhjen konstitutive të Parlamentit të Kosovës. 5 ditë para datës, se po i ndëgjoj nëpër në televizionin disa thonë që jo, nesër mundë, nuk mund nesër se për shkak se edhe është përcaktuar procedura që Kryesia e Kuvendit të mbledhet në krye me presidenten ose UD-n presidentes, Albulena Agjiu, të caktoj randën e ditës. Pas caktimit të randës e ditës, atëherë... Kryesia e vjetër e kaluar. Kryetari... Tash veç kryetari me rregullore më hershme ka qenë kryesia, tash veç kryetari me përfaqësues të subjekteve politike që kanë fituar mandat. Partive, thotë tash ata kur kanë përfaqësuar tjetër është muhabet, edhe caktohet randi i ditës. Randi i ditës ka caktohet me 4 pika. Një thotë caktimi i komisione për verifikimin e mandateve, 2 betimi i deputetëve, 3 zgjedhja e kryetarit të parlamentit dhe 4 është zgjedhja e 15 kryetarit të kuvendit. Pas të konsumimit të këta këtyre pikave, atëherë mund të konsiderohet se është konstituir parlamenti. Nga jo ditë, të nesërm fillon afati për zgjedhjen e presidentit 60 ditëshi. Afati është deri më 7 gusht apo jo? Kështu i bie. Po mendoj për konstituimin e kuvendit, seancë. 30 ditë i bie. Kjo prej 8 mund të bëhet me 6 me 7. Po, qashtu. Po mirë, po 5 ditë përpara duhet mbledhet kryetaria me gjithë konsiderohet si kryesi e kuvendit me kryetarët e partive politike që janë parlamentare aty edhe caktojnë randën e ditës. Ku të konstituohet parlamenti, atëherë fillon ai afati 60 ditësh për zgjedhjen e presidentit. Zgjedhjen e presidentit. Pse unë konsideroj se aty gjykata kushtetuese ka bëj far kompromisi, se ky 60 ditë i vlen gjithmonë kur presidenti zgjedhet në raste të jashtëzakonshme. Kur smuhet, kur smuhet ta kryejë detyrën, kur vdes, kur kryen mandatin i ka 30 ditë para shtyhet ai dispozita kundeni 86. I kushtetuesës kur ka përcaktuar 30 ditëshin për zgjedhjen e presidentit ose presidentes. Zotë Bayraktari, për shembull vullnet, gatishmëri nga subjektet politike është e qartë që për ta konstituar kuvendin zgjedhjen e qeverisë duket se ka probleme vendosje, por pika më e rëndësishme është aty e presidentit, me që edhe vendi shkojnë në zgjedhje shkak të moszgjedhjes së presidentit. Me shumë gjas, mos thirrja e seancës konstitutive ka të bëj edhe me këto zhvillimet brenda lidhjes demokratike të Kosovës, për faktin se me sa po vrehet, ka mbetur thuajse alternativa e vetme e lëvizjes vetëvendosje dhe zotit Kurti në rast se eventualisht don marrëveshje, prandaj është e rëndësishme që epilogu i kësaj nismes lidhjes demokratike të Kosovës, për faktin se unë kam përshtypjen që bazum në konfigurimin edhe numrat, zotit Kurti dhe lëvizjes vetëvendosje i nevojitet dhe kushtimisht me thonë i përmbush ato kërkesat e nevojshme dhe të domosdoshme vetëm një LDK e kompakte dhe me numrin e deputetëve aq sa i ka në kuvend, në rast se eventualisht do të ketë kushtimisht me thonë mbjetesë politike për sa i përket kësaj iniciatives brenda LDK-s, në mënyrë që u tha, pastaj u demantua, mirë po megjithatë ajo çka kemi pa dhe kemi mund të lexojmë mbase edhe në mes rreshtave, ka pas një tentativë për parafrim të qëndrimeve në mes të këtyre dy subjekteve politike drejt eventualisht një marrëveshje, mirë po kjo iniciativa për shkarkimin e zotit Abdigjiku, pastaj natyrisht që rezultoi fillimisht me pezullim të procesit negociatave dhe rrjedhimisht besoj që ka qenë dhe vazhdon me qenë njëra prej ose arsyeja kryesore pse nuk po ftohet seanca, sepse kjo para se gjithë thashë reflekton edhe vullnet politik, sepse afati deri në 30 ditë nuk do të thotë që ditën e 30 me thirr, po mundet edhe më herët, mirë po kjo mund të interpretohet edhe si mungesë e vullnetit për të jetësuar rezultatin e zgjedhjeve, e në rast se vazhdohet me këtë çështje, atëherë përjashtohet mundësia që mbase mund të kemi prapë zgjedhje të reja. Zëshola, po vrejnë e vullnet, gatishmëri nga vetëvendosje, nga zoti Kurti, se po do t'i krijojë institucione të reja, me që kishte edhe disa takime
me PDK-n dhe me LDK-n, me AOK-n u refuzua nga kjo fund? Mendoj që të rastin konkret mungon vullneti i sporit i Albin Kurtit, më ston VV-ja. Pse, zoti Shala? I ftojnë take? Nuk është interesuar. PDK-n e ftoi, takuan me Bedri Hamzën, me Lumir Avdezikun. Ftesa sa duhet, i dërgoj edhe herën e parë, i dërgoj ke ftesa, po ishin ato ftesa formale, visa më thonë si fjalla popullore, më ka që unë me largojen, edhe në qatë një i ka ftu, se me pas vullnet. Tash, a ishte më serioze? Jo. As pak? Jo, as pak. Unë mendoj se tash çështja është se Albin Kurti është mësuar që 2 vjet me udhëheq pa përgjegjësi. Ky zotëria u ka udhëheq shtetin, qeverinë, pa përgjegjësi, për shkak se nuk ka parlament. Që nëse s'ka parlament, qeveria i përgjigjet parlamentit për çdo gjë, edhe ky nuk i përgjigjet. Prandaj problemi shumë më i madh është këtu, për shkak se ose janë edhe disa politika tjera që ka bërë disa marrëveshje me këtë aneksin e Ohrit, është marrëveshja e Brukselit, që është statusi që është shumë problematik. Prandaj këtu janë ato probleme që ballafaqohet. Ky është interesuar me marrë një parti ose një president, i cili fillimisht më tjetë edhe kukull, si notera, si shdu në qune, ose një figurë jashtëzakonisht fort, edhe me da përgjësin me qatë person, me qatë president, për shkak të... Cilat e para më shumë atë e dyta? Po tash si cilën të vjen më letë. Cilën të vjetë, aty, nëse gjon një figurë si kërkoj tjetë familja Jasharaj, ati ka konvenu këto dhe me marë përgjësin, me nda përgjësin me ta. Problemi është se këtë vërtet ka bolë shimet më dha, të na flitet, për shamull, t'jenë paraqitet si një person shumë i fort, si për një person jashtëzakonisht interesuar për çështjet e shtetit Kosovës, mirë po me këto marrëveshje që kanë nënshkruar ky Brukselit dhe aneksin e Ohrit dhe drastatusin, konsideroj që ky ka bërë dëm shumë jashtëzakonisht madh shtetit Kosovës dhe për këtë duhet marrë përgjegjësi kush i nënshkruan dhe kush do t'i ekzekutojë atë. Zgjedhja e kryeprokurorit të ri zgjodhi disa vite derisa u arrit ky qëllim. Presidenti është më vështirë? Sikur u zgjedh për 24 orë. Kryeprokurori i ri. Po si pat vullnet, njëjta nëse ka vullnet, ne do shohim për shembull të përmendim rasti Hashim Thaçi, që ka pas 35% vota që i ka vetu. Me 35%, ai po atëherë shumë për politë ishin do zgjedhur. Po, u zgjedh problemi pa shku zgjedhje. E vërtet, po. Po, edhe pse janë institucionalistë ata, edhe bashkë me Isa Mustafa në arritën konsenzusin edhe morën shtetin edhe heqën shtetin. Këtu nëse ka interes për shtetin, më manti tash, Bashkia Evropiane, Parlamenti Evropian po thotë 1 vjet ka qenë i humbur për Kosovën. A kemi nevojë me humbur edhe 1 vjet tash gati po him në vitin e dytë. E kush e merr përgjegjësinë për këto? E merr partia e cila i ka fitu votat. Qytetari... Ata e akuzojnë njëra tjetrën, që të dy anët. Vetëm të bojnë qëtëqarim. Qytetari ja ka besu udhëheqjen e shtetit Albin Kurtit me VV. Edhe ky zotëria kami i themelon institucionet shtetërore. Tu fillu prej Konsilimit Parlamentit, zgjedhjet qeverisë dhe presidentit. S'po e lënë dhe shala, po e blokon në pozita. Zgjedhje ky zotëria, po kjo është apo shë, këto problemi këtu kush kanë me lënë fajtor. Për këtë pikët për arsye për bënë edhe gazetarët gabimin, se po thonë jo s'pelen opozita. S'pelen opozita. Gazetarët hes bëjnë gabim. Jo, zotëri. Zotë Shala, jo. Unë për shkakun kam dhënë vrejtje, unë për shkakun aty pse kam dhënë vrejtje? Është pa i atyre që s'merren vesh. Jo i gazetarëve. Po, ai gazetarëve, po them kur ju i jepni arsyetimin pse opozita s'pelen. Kështu e thatë parë ju. Jo, s'tash. Ata thashton, vendosin tonë që opozita po na bllokon. Po ti i bërë të fjallë, se ti asë unë s'vendosim. Argumenti tyre është, për ata. Po unë po thëmë, nuk është e vërtet që opozita përgjësinë e marë ky zotëria, për shkak se, për shembull, e kom thonë një rast, pse më shku po atë vendosë thotë ky s'neni s'është veçineve. Si shkoj për president. Po e thotë amani emën. Keni po për shembull gorosin kur shkoj Fatmir Lima nga u vrap më shkua me bisedu me to me mori pozitë. Edhe mbas po me u tallke me to ne kemi 3 deputet do me marrë kryetarin e kuvendit.
Më thonë, qas lojë, po kalun me ta, qështu ka talët me ta, jo veç me këta parti politike, po me këtë qytetarët. Po kjo është talë i zëtëri, me institucionë shtetënore. Nuk u zënë me lujtë kush me institucionë, pash këtë pikët për këtë arsye, thëmë se duhet me ndeshku këtë parti politike, edhe nesra ku shkon në zgjedhje duhet me ndeshku për shkak se ky nuk është gjendje me themelu institucion shtetënore, që ja ka besu qytetari. Po të kishin këtë rezultat tjera partitë të ta bënin? Sigurisht, po tash me 35% asaj ka pas ashimi e zgjidhje. 37 maksimumi ka pas. Dhe baraktari. Para se gjitha është dhe në radhë të parë, siç edhe dihet, siç edhe ka interpretuar gjykata kushtetuese në disa prej vendimeve të fundit, konsensusi dhe kompromisi janë fryma dhe bazamenti i demokracisë në gjithë cilin vend, kuadër cilës bëjmë pjesë edhe ne. Ajo që ka në fakt e ka karakterizu dhe vazhdon me karakterizu skenën politike është mungesa e mirë kuptimi dhe mirë besimit reciprok nërmjet palve e me theks veçantë në raport me zotin Kurti, si rezultat masë edhe i veprimeve të tij, edhe i qasjes, edhe i deklaratave, thoshte para një kohë, kemi pas marrëveshje me LDK-n 50 ditë, tash ju garantoj që zgjat as 5 orë. Qysh me, thënë, kur kemi deklaratat e tilla, qysh me besu që mund të ketë një partneritet të qëndrueshëm në raport me bashkëqeverisjen, sepse si që thash, bashkëqeverisje nënkupton se tash e kanë bastardu jo pazare, më thonë emërtimet janë të ndryshme, është partneritet, është marrëveshje, është kompromis, është konsensus i dy subjekteve të cilat natyrisht që si rregull do duhej me bisedu për program për një mirë, po këtu më së paku bisedohet për program, këtu bisedohet për pozita, ata pas takimeve thanë zoti baraktari se kanë diskutuar për parime, ndër të tjera për program. Po. Veç për emrin e presidentit s'kanë folur. Krejt të parimet ja ka dhënë se krejt këtu senet tjera i kanë rregulluar veç edhe çështjen e parimeve që ato kanë ngecë edhe me i kriju institucionin. Ironin anash, besoj që Kosova nuk ka kohë për me humbë. Kosova ka humbë jashtëzakonisht shumë, me theks veçantë edhe në aspektin financiar, ka humbë dhe vazhdon me humbë milione euro. Kemi institucione të cilat janë në gjysëm funksionimi, kemi institucione të cilat vetëm numri i tyre do të shkojë në rritje, kemi një qeveri e cila natyrisht që nuk jep llogari përfaqësuesve të popullit dhe kjo në bindjen time shpërfaq një gjendje jashtëzakonisht të keqe të skenës politike, për faktin se nëse ju për qeveri së paku për president të vendit do duhej me arrit një konsensus, me gjetë një kandidat Kosova, besoj që ka figura jashtëzakonisht kredibile, mirë po natyrisht ambicjet njerëz përkatësisht tjetrës palë për të pasur hise më tepër në institucione me theks veçantë e partisë fituese. Besoj që kanë... Po ledonin në një emër jashtë politikës, jashtë partive politike, a mund të jetë edhe i tillë, siç ka qenë thuajse zakonisht, përveç njërit president? Shiko, ideja a do të jetë jashtë politikës apo do të jetë pjesë aktive skenës politike, Kosova ka pasur edhe president të njërës edhe të tjetrës, dhe kjo në bindjen time nuk është absolutisht fare e rëndësishme, mirë po kjo mbi të gjitha shpërfaq tendencën. Kur dojnë me gjithë zgjedhje i te kalojnë këto situata dhe arrin deri tek një mirë po qasja... Dhe në shala e pyta për kryeprokurorin dhe presidentin. Ma tepër ka pasur tentativa për të hedhur fajin në raport me njëra tjetrën, se sa për të ofruar ose për të gjetur një zgjedhje një kandidat i cili do të jetë në funksion të kryerjes së detyrave dhe përgjegjësive, sepse edhe nga politika e edhe nëse vjen nga jo politika, ai me rastin e marrjes së mandatit përkatësisht bërjes së betimit duhet me ushtru detyrën dhe përgjegjësinë, i ka një varg kompetencash përmes të cilave natyrisht që shprehet fillimisht përfaqësuesi i unitetit të popullit në nivel edhe brenda edhe jashtë. Prandaj vlerësoj që kjo kandidati vetëm kur ka vullnet nuk është absolutisht problem fare për të gjendur. Dhe LDK-ja, shala? Thuhet një kandidat konsensual. Unë mendoj që duhet vetëm konsensusi të arrihet, po më parasysh, është politika jashtë akademie,
vetëm duhet jetë një marrëveshje me mirë kuptim. Mirë, po mas po këti këta udhëheq partia, s'po e emnojt gjithë liderët e partive politike, mas po kjo përmendin parimor, po s'kanë këta parimore, s'kanë parim. Këta njerëz s'kanë mas në interesin personal tyre, po kjo është me Abdigjikun edhe me Vjosën që shmonë mbrapa atje. Me nonë shkurt, kjo opozita mund të zgjedhë qeverinë. Mirë po, Abdigjiku u grit edhe u kërkos edhe tha, ta unë ma ka dhënë votën qytetore për me najtë në opozitë. Tash PDK-ja zë Shala, po do në... Tash PDK-ja, po, tash PDK-ja në me përmen. Masë nëj, ka dalë të edhe të PDK-ja po dalë. Po të përfundoj këta me Abdigjiku. Pa tjetër. Tash Abdigjiku me Vjosën nga vrap, edhe pse qytetore, po volit e parimet. E qartë. Po pikrish për këta, po thomë se këta s'kanë parime. Këta i kanë vetëm interesat personale. Prandaj nga i vrap atje edhe shkoj hini të Albini. Bile tash kur dha një deklarat, i la fajtor LDK-n për shkak të mos themelimit të institucioneve shtetërore. Kjo është se po duan shkarkimin e tij. Gabim më i madh që e fajsoi partinë e vet, që ata e kanë dhënë mandatin edhe me bisedu. Edhe e fajsoi për sa i përket partive PDK-s. Po PDK-s. Edhe njëjta hiç Njëjtë cilë DK-ja, pra. Njëjtë cilë DK-ja. Edhe Bedria paraqitet me një gjuhë shumë të kulturuar, shumë e thuse, du të me ditë me kënd ka të baj. Ky Bedria, gjithçka mundet më konë, edhe ekspertë që lider partijës mundet më konë. Pse e ka tregu vetën si nuk ka lider. Që i humbi që 2-3 parë partë zgjedhje. E ka tregu vetën. Mirë po, PDK-ja ka një problem tjetër. Se gjithë PDK-ja ka kryt ka hoga. Këthim, pikrish për shta nuk ka i bohë, si kjo ka herë i shku. I shku? I shku, sigurisht, po kjo Bedria, po sigurisht kështë donë vetë dresje. Vetë kështë donë dresje, unë e një personalisht, edhe vetë kështë donë dresje, s'ka pa sukses, edhe nuk është i lidhun kjo për lider. Mirë po, qeshtje në është se këta e kanë kryt ka hoga, pretë jo, kur ke maj, kur ke fatë mush po, korriku, tash shtatori, të nkohen të e për cilë, që ka do të ndodhë me hoga. E kjo është arsyeja pse Bedria është ende kryetar, se për ndryshe ka herë kështë donë dhe dërheqje. Ishte përfshirë PDK-ja me vendosin? Kështë edhe ndërheqje zëti Hamza? Po s'pereshtot mundësia, sepse deshëm partit në përgjithësi këto të rajonit janë të lidhura me liderin dhe partit lideriste janë ato që po kanë sukses. Mirë po, tash me thekë veçant të LDK-ja, është çështje e tyre që si do të ndërtojnë atë konceptin, strategjin, sepse në rast se nisen prej një parimi që pas çdo zgjedhjeve, domethënë me ndru udhëhecin e subjektit politik, atëherë nuk do të besoj që do të mund të arrijnë me gjetë një lider. Se është zoti Abdigjiku në bindjen time me këto qasje që i ka pas në disa situatat të caktume, ka dështu për më të regu lider, sepse lideri krahas të tjerave është ato për ti amortizu, për ti diskutu kërkesat për branda forumeve, e jo më spari mi bo publike, problemet madje ka njëherë edhe që shtojnë një fjale popullit gërken mja këthy vetit, kur ndodhe i rasti i manipulimit me vota në prezident, ajo është konflikt në mes të gjenerata brenda subjektit që as tukja kërkoj kosh as vet e tha edhe këto deklarimit e fundit. Partit lideriste për momentin janë ato që kanë sukses, mirë po le të mos harrojmë faktin që deri sa kanë ardhur deri te ky sukses kanë humbur me 10 zgjedhje. Prandaj thonë është e rëndësishme që kjo të diskutohet në nivel të subjekteve politike se si do të qasen diskutimeve të kësaj natyre, ndërsa sa i përket çështjes një partneriteti së paku deklarativisht mbi gjitha prej vetëvendosjes e kemi pasur një qasje që a priori e ka kundërshtu ose nuk e ka shqyrtu, nuk e ka pas si alternativ çështjen e bashkëpunimit, bashkëqeverisjes me PDK-n së paku për qeveri, ndërsa sa i përket çështjes presidentit nuk është që është përjashtu, ka përshtypjen as nga njëra as nga tjetra. Pse ndryshoi PDK-ja qasje? Tha që s'ka vjet kuqe, pas takimit me njerëzit e Hamza tha që duan të qëndrojnë në opozitë. Po, kjo mbase mund të ketë ardhur edhe si rezultati diskutimeve që kanë pas në atë takimin ku e kanë pa qasjen dhe synimin e vetëvendosjes
që është në linjë me atë që ka thënë publikisht, po supozoj, sepse nuk kam informata më të hollësishme, po supozoj që mund të ketë qenë pikërisht kjo qasje që e ka pas edhe publikisht që nuk e ka në plan dhe nuk e ka alternativë me bashkëpunu me PDK-n, prandaj edhe ka ardhur si rezultati i kësaj. PDK-ja do të shola tha që ka syt nga Haga. 16 shtatori është afër te Bajraktari. Çfarë prisni? Po, natyrisht që vetëm PDK-ja, mirë po i gjithë populli besoj që i ka syt nga Haga dhe me padorime pret përfundimin e një epilogu tepër të gjatë dhe me jo pak shkelje, të cilat i kemi diskutuar besoj edhe me juve, edhe me gjithandej, po që tash po konfirmohen edhe prej mekanizmave ose institucioneve kredibile ndërkombëtare, siç ishte raporti i britanikëve. Aja çka kemi pa brenda sallës së gjyqit, pavarësisht faktit që ka pas mungesë të theksuar të transparencës për shkak natyrisht që është cenu njëri prej parimeve bazë të parimi i publicitetit, prokuroria nuk ka arrit me i argumentu akuzat dhe përrjedhojnë se vendimi do të jetë i bazuar në ligj dhe në atë që kemi pa në prova dhe fakte, s'ka alternativë tjetër përveç vendimit pafajësisë dhe lirimit të katërshës UÇK-s dhe të njëjtit t'i kthehen mbi gjitha familjeve të tyre, pastaj natyrisht varësisht prej vullnetit të tyre dhe angazhimit në jetën publike. Dhe shola, verdiktin, shtyrjen e disa hershme të aktgjykimit, shpalljes së aktgjykimit, që tashmë do të bëhet nëse nuk ndryshohet edhe një herë, apo jo me 16 shtator. Të ndërritën unë, Ke dilema? jam po skeptik në këtë rast, për shkak se duke i njoftë shumicin aty në gjyqtarëve, si edhe prokurorët kanë qenë këtu te ne dhe kanë punu me ne zbashku, me ta kemi punu, dhe se të marrë parasysh se ne bëjmë paralelen apo krahasimin mes gjykatës ndërkombëtare të Hagës me këtë gjykatë. Larg dallojnë profesionalizmi prej kësaj gjykatës që merret me ne, se ajo gjykata ndërkombëtare e cila ka gjykuar Amushin edhe të tjerë përpara. Që do të thotë këtu në kuptim profesional këta janë shumë nivel më të ulët se sa ata, prandaj edhe këtu kanë qenë me Olex ose me Mik disa, mendoj që janë dërgjum nga jashtë. Edhe pikërisht për këtë arsye jam skeptik këtë rast për shkak se janë ngritur në kom edhe Rusia, ngritur Serbia, edhe disa shtete të cilat ne nuk na kanë njoftu që tu bo presion. Domethënë direkt kanë bo presion që të gjykohen. Bile për dëgjova një rast në televizion, tha s'është më rëndësi do të dënohen një vjeta 5, ma vjeta 45 vjetë. Është më rëndësi, është vetëm u shpall fajtor, edhe atëherë gjykohet. Përveç lufta UÇK-s, gjykohet edhe shteti i Kosovës. Por ne nuk jemi të dishëm, ne si qytetarë, si qytetarë Kosovës, se dëgjojmë, po shohim për çdo ditë ty farë deklarata në për portale, në për ato ku i gjyku vetë shqiptarë, në aplikun i përmi 80 dëshmitarë shqiptarë, që kanë thonë dëshmi, edhe në përkuri të Serbisë, edhe prej përkuri të Serbisë, në bardë në përkuri të Hagës. Këtu e në ato probleme cilat edhe në vetë vetil. Vetëm me bo një krahasim kur është marrë komandanti në Kroaci, që më dulë mas me që emnit i Gotovina, krejt Kroacia është ngritë kom, krejt diaspora ngritë kom, me miliona kam ledhë. Edhe pse e dënoj shkolla por 45 vjetë, shkolla 2 e lirejt e shkollit për fajshëm. E ne dalim, ne kemi dhonë dëshmi, edhe vetë kjo tash që është Ministri Drejtësisë, Gërvalla, ka deklaru si ka punu e ka dërgu prova në Hagë, edhe shumë dëshmi të shqiptarëve që ka dhonë dëshmi ma shumë me interesa personale, po ishe edhe me thonë drejtën, kur i përcjellshim dëshmin theke në dëshmitare dhe ke ma kanë marrë lopën, ma kanë prej, më kanë shti me pi qaj, ma shumë, s'ka vërtet ishe shumë interesant kjo punë, po krejt këta e leke vetë gjykata, se gjykata kur i kanë dhonë për mi 2000 prova janë prej përkuri serbe, o të hashti, lërsoj ato prova para se mi pranu. Një shpall pa pranueshme në start. Po pikërisht për këtë pështë. Ose, lesi nuk i ka shpall, po as nuk i ka vlerësu, po me njëherë i ka pranu. Po vlerësu fare. Domethënë ajo një shkelje madhe është procedurale. Dhe lirimi tyre a do të ndryshonte më pas edhe konfiguracionin politik
në vend Zoti Shala? Ajo s'më intereson mu fare. Mu më intereson që ata të lirohen, mu më intereson që ata të lirohen, e të vinë, e të jetojnë jetën e vetë këtu në Kosovë. Si që e meritojnë vetë se ata e luftëtarë të lirisë. Mu që kjo më intereson, mu nuk më intereson ajo politika, mas ataj a do tjetë në politikë, as do tjetë. Po mu më intereson që ata mos më shpollë vajtorë, mu më intereson që shteti Kosovë do të citon qytetarët e Kosovë që nëse ata e lirohen, që unë kam shpresë që do të lirohen se s'ka vepër, mirë po skeptik jam për shkak se jënë gjyqtarë që mund ndërhyjnë nga jashtë. Menaktari, ju Natyrisht, optimist për lirimin. Unë për herë optimizmin e bazoj në ato që kemi pa, në ato që është transmitu, ndërsa absolutisht të ndajt njëtin mendim se kjo gjykat, vetëm gjykat s'mund të quhet. Ky proces, natyrisht që para së gjithash edhe para nisis e ti, gjatë gjithë curisë e procesit, ka dështu të tregohet procesi drejt, prandaj natyrisht që gjitha këto skepticizma janë në bindjen time të qëndrueshme, sepse vetëm një detaj, në rast se do të kishte minimalisht drejtësi, atëherë katërsh e UCK-s vendimin përfundimtar do ta prishte pranë familjeve të tyre. Fakti që ju vazhdohet masa e paraburgimit absolutisht në mënyrë të pabazume, në rast se jo më herët, së paku nga fillim prilli vitit që shkoj. Fakti që tashmë është po ashtu, e kam thënë edhe një prononcim publik, tashmë është në sfidë për sa i përket çështjes së rastit të dytë ku është i përfshirë zoti Thaçi, sepse gjithë të tjerët të cilët janë të përfshirë në njëjtin proces, shkurt po. Gjithë të tjerët të cilët janë të përfshirë në njëjtin proces, thonë është ndryshuar masa paraburgimit, vetëm ndaj tina, domethënë njëkohësisht janë dy masa paraburgimi, tashmë ka paraqit mbrojtja një kërkesë duke ofruar edhe garancion fillestar për 50.000 euro me mundësi shtimi edhe gatishmërinë për plotësimin e çfarëdo kushti tjetër, prandaj i vlerësoj që gjitha këto natyrisht që e bëjnë që çdo njeri prej nesh të jetë skeptik në raport me ndikimin e faktorit e jashtëm ndërsa sa i përket procesit, domethënë siç e thash dhe jam i bindur që prokuroria nuk ka arrit me argumentu akuzat dhe kundër argumentimit të saj suksesshëm i ka kontribu mbrojtja dhe dëshmitarët e saj jashtëzakonisht të besueshëm. Çfarë prokuror kemi të bëjmë vetëm të tregoj një rast që unë vetë personalisht kam pas, për shkak se 2 ditë pas është arrestuar presidenti Thaçi, prokurori Vaslav Cezar Mihalçuk. Cezar Mihalçuk e ka akuzuar. Që ka punu këtë kohë gjatë. 20 vjet, edhe në UNMIK edhe në Lek. Edhe akuzoi presidentin Thaçi se ti i ki kontrabandu për falje 2, që ta spujtohet kush janë ata, vetëm në qëllim që mos me dalë dëshmitar. Unë isha kryetar komisioni, unë i kisha rekomandu me komision që të falen, po jo krejt, po një vjetë 2, po pjesërisht, edhe tash, merë me manti çfarë prokuror kemi, në çfarë pozite presidenti është kur një prokuror me natë mënyrë sulmon dhe atakon, por po kur farë baze, prandaj çka me prit për tyre. I falenderoj shumë që të dy Shala Knastit kishte në studio. Dhe juve. Benaktari po ashtu. Këtu e mbyllim këtë edicion të Infonatës, bashkëqimi nesër.